tuar gjithë mbarvojtjen e atij procesi, por është e rëndësishme që tashmë mbledhja është thirrur për shkak se, siç e tha edhe ushtruesja e detyrës së presidentit zonja Albrina Haxhiu, që ne kemi prit që të kemi një reflektim nga diskutimet politike që kemi mbajtur, por që pritja nuk mund të jetë e pafundme për shkak se është një afat ligjor i cili duhet zbatuar dhe se tashmë është thirrur seanca, që është një gjë e mirë për shkak se i vendos në lëvizje dhe i përshpejton ndoshta disa procese, për shkak se edhe partitë opozitore duhet të kenë një pozicion në raport me... Aktualisht, thoni që s'kanë pozicion? Po, pozicioni është i një spektatorit i cilit nuk i takon partive parlamentare. Partive jo parlamentare mund t'i takoj pozita e spektatorit në çështjet vendimmarrjes, sikur është çështja e pozicionit të presidentit, por jo atyre parlamentare. Dhe se unë shpresoj që një sjellje të tillë do ta kemi në kuvend nga data 6 gusht e mëtej. Nëse opozitën po e quani spektator, ju si vetëvendosje, çfarë po bëni? Për të formuar institucionet e reja. Nëse e keni por, ne jemi ata të cilët i kemi thirrë në diskutime, dhe se ti nuk mundesh me bëu diçka tjetër përveç se me i ftu në vazhdimsi në diskutime për të dhënë propozime se si me dal nga ngërçi. Ne edhe në zgjedhjet e kaluara, para zgjedhjeve të kaluara, u kemi lënë kartë të bardhë, e cila ka pasur 2-3 kushte, por kartë të bardhë për të propozuar kandidat, ata nuk e kanë bërë një gjë të tillë, me shpresën që rezultati i zgjedhjeve do të jetë shumë më ndryshe se ai i 28 dhjetorit. Ja që pak më ndryshe? Ja që nuk ndodhi, për shkak se dallimet janë shumë të vogla, edhe i bie që ata nuk arrin të bëjnë asgjë me rezultatin që kanë marrë në zgjedhje. Kështu që po shpresoj që do të ketë reflektim nga partitë opozitare. Nga vetëvendosja, a mund ketë reflektim, a mund pritet reflektim me qëndi për çështjen e presidentit, apo jo? Po, ne kemi heq dorë nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Ne kemi bërë thirrje që të gjejë një kandidat i cili